nëse do të ketë thirrje, sepse të paktën ndoshta ndonjëherë pritet edhe kur ka ndeshje me shtete të tjera, njoh se ka zakonisht thirrje të tilla që ju bën lojtarëve. Unë e pres thirrje raciste sot në ndeshje, e përmend edhe trajneri që këto tifozë e le të themi shtetit fshin zakonisht kanë impakt në këto shtetet mosnjohëse të Kosovës, e kemi rastin konkret të Rumanisë, ku pastaj e patën edhe një shkëmbim shoqëror mes serbëve dhe rumunëve në ndeshjet e njëra tjetrës, në rastin konkret pres edhe të slovakëve, por ajo që është interesante dhe që shumë e rëndësishme, nuk është situata njëjtë si në Rumani, pasi që në Slovaki grupimet ultras të klubeve të Slovakisë nuk e përkrojnë zyrtarisht kontarën e slovake. Pra, këtu le të themi është një përparësi që mund shteti slovak edhe le të themi ata steward që në brenda kanë parimet e tyre që nuk e di saktësisht, kjo ndodh në shumicën e shteteve të Evropës, rastin konkret është edhe të Italisë, ku tifozët e Napolit nuk e përkrojnë zyrtarisht kontarën e Italisë. Janë gjëra që zakonisht grupimet